BDI Dega e Çajirit i është përgjigjur Visar Ganiut, i cili tha se Çajiri në një anë ishte bastioni i BDI-s, nga ana tjetër ishte edhe është bastioni i Zet Mexhitit, kështu që ai në një mënyrë ka qenë thes boksi gjatë gjithë kohës. Nga Dega Çajir thonë se ai nuk ka qenë thes boksi, por ka qenë dhe është thes i parave të pista, nga ndërtesat e palishme që kanë bërthyer Çajirin. Më poshtë për cilin të plotë reagimin e Degës së Çajirit, Visar Ganiu, kryetari i Çajirit, pas ka thënë në një intervistë: "Unë kam qenë thes boksi mes BDI-s dhe i Zet Mexhitit." "Jo, Visar, ti nuk e qenë thes boksi, por ke qenë dhe je thes i parave të pista, nga ndërtesat e palishme që kanë bërthyer Çajirin, që kanë shëndëruar Çajirin në xhungël të ndërtimeve të palishme dhe korrupsionit dhe që kanë krijuar kushte për një tragjedi si ajo e Koçanit, për shkak të ndërtesave pa leje dhe pa standarde në një mas që nuk është parë më parë."